Në vitin 1913, Shqipëria ishte një shtet i sapolindur, në kërkim të një mbreti, por për 5 ditë në fron u ul një mashtrues nga Gjermania. Emri i tij Otto Witte, një artist cirku, magjistar dhe gëlltitës shpate, që pretendoi se ishte princ Osman. I veshur me uniforma false dhe mustaqe mbretërore, Otto mbërriti në Durrës dhe sipas rrëfimeve të tij u shpall mbreti Otto i parë i Shqipërisë. Ai krijoi një harem me 25 vajza, shpalli luftë ndaj Malit të Zi, shpërndau arë dhe amnisti për të burgosurit, një shfaqje më e çmendur se çdo skenë cirku. Pastaj kur telegramet të vërteta mbërritën nga Stambolli, mbreti u zhduk me varg drejt Italisë duke i shpëtuar arrestimit. Asnjë provë zyrtare nuk e vërtetoi kurrë historinë, por Otto jetoi gjithë jetën duke u prezantuar si mbreti i dikurshëm i Shqipërisë. Madje edhe mbi varrin e tij në Hamburg mbeti ky titull. A ishte Otto një mashtrues i madh apo një pjesë e një loje të fshehtë diplomatike? Shkruani në komente. Histori epike, aty ku e kaluara rilind.